Përgjatë muajit shkurt me të madhe në rrjetet sociale u komentua ndarja e Hatit dhe Jasharit të famshëm, deri diku misterioz. Gjithçka nisi me postimet e mjegullta të Hatit, e njohur për videot e saj, por kësaj here videot nuk e mbuluan të dramën. Njerëzit nisën të pyesnin, a janë ndar ajo dhe Jashari? Hati nuk dha një po apo jo të qartë, por i gjithë TikTok-u e ndjeu, diçka po zihet. Mirë po shpejtu duk që kriza kaloi dhe gjërat mes tyre po ecnin si zakonisht. Megjithatë duket se ky është një nga ato rastet ku shpreha ku ka zë s'është pa gjë merr kuptimin e vet të plot. Dyshimet u ringritën nga një postim i saj si e martuar në tingujt e Flori Mumajesit që precizojnë. Në një tjetër postim ajo ka lënë të nënkuptohet se përkundër fytyrës së lumtur po kalon e halle. E çfarë ndodhi më pas? Një girl trip drejt Turqisë. Me mikesha duket qartë se ky udhtim është më shumë terapi se turizëm dhe më shumë një ikje se sa pushim mes gjithçkaje që po i ndodh në jetën private. Le të nisemi drejt Stambollit me vajzat për të bërë pak qef edhe shopping, ndërkohë që duhet nisemi sepse kemi fluturimin për pak. Erdhëm tek terminali tani. Bëhemi të shëndetshëm edhe pim lëng portokalli, edhe pse sot gjatë gjithë ditës kam pirë një 3 Red Bulla, por anyway, grupi shurupi, ndërkohë grupi vetëm unë dhe motra. Okej, ne erdhëm tek hoteli, jemi ndruar, jemi veshur edhe gati për të dalë, por nuk ju a tregoj dot dhomën se është skandal. Llogariteni vetë, domethënë jemi bërë gati 3 goca këtu. Okej, për t'ju tregoj vetëm krevatin e parë. Po mbjezor që po haj mes rrugës, po rinjem për shopping e kemi në Graz, edhe po shopping çfarë me bleni gjë. Jemi këtu që as vetë nuk e dim se ku jemi, sa po dolëm nga Nusreti fakt, edhe tani dikim për tek hoteli. O Jusra mos dil me fytyrë! Vlogu e sigur që ka dalë shumë kot, por do mundohem të rregulloj dorën. Është edhe një tjetër detaj që i ka vënë vulën gjithçkaje. Prej disa ditësh, Hati nuk e ndjek mas Jasharin as konatën e saj Fatimen në rrjetet sociale, duke treguar se raportet mes tyre nuk janë në ditët më të mira. Në vitin 2025, një unfollow dihet që është i barabartë me konfirmimin e një ndarjeje. Nuk dihet se çka ka shkaktuar krizën mes Hatit dhe Jasharit, por megjithas bëhet fjalë për diçka serioze. Hera e fundit kur ishim bashkë publikisht ka qenë mesi i janarit, atëherë kur Hati dhe Jashari shijuan disa ditë në Mavrov të Maqedonisë, me të afërmit në një resort. Mavrov, Maqedoninë e Veriut, dhe kjo është vila ku ne do qëndrojmë, edhe mezi po pres që t'ju bëj një villa tour. E kom ditë që kjo rrugë ka me pruvdi. Shikoni pak se sa e butë është bora. Shikoni pak. A është definitiv apo jo? Mbetet të shihet me kohën.